Prej më shumë se 3 dekadash, banorët e një lagjeje në fushë Mamuras të Kurbinit jetojnë mes vështirësive për shkak të rrugës së amortizuar. Përballë kësaj situate ata u ngritën në protestë, duke kërkuar ndërhyrjen urgjente të Bashkisë Kurbin për asfaltimin e rrugës dhe sistemimin e kanalizimeve. Prak vodimesh, zoti Ultimania me këtë zonjën Majlinda Cara na premtun shumë gjana, fëmijët nuk kanë asnjë faj. Faja është i joni, që i dham vodën, ne ja ku kemi përfundu, për të kalu do t'i marrim krah me gomar. Bëjmë kërkesë për kanalit Kolluc, ujtim hymë më borë, rrugën e shifni vetë jashtë. Gjatë stinës së shirave rruga shndërrohet në një pellg të madh uji, duke e kthyer në një problem serioz për lëvizjen e fëmijëve në shkollë. Atë këtë puna, atë punën, atë fëmijë në shkollë, si kanë fëmijë të vezër. Ne në plasin ujnë dhe zeza mërë në familje. Ja kam që edhe një fjallë kryetarit fshatit, e kena bërë të kresë në Mamuras, e kena bërë të kresë në Mlaqë, na kërkojmë zëtni, nuk kërkojmë bukë, kërkojmë të shtojtë të rrugë, kena kalem në shkollë, kena i mortë, kena i dashësëm, ne s'dim kërë shkojmë. Ne kërkojmë në bërë kanalizimet në gjonë shumë e thirë, dhe i kilometrë, 1100 metra rrugë. Pa i rrugë është 200 metra është? 2 kamiona me asfalt do. Janë rreth 70 familje të cilët përvojnë nga mungesa e infrastrukturës në fushë Mamuras, ndërsa paralajmërojnë se do të vijojnë protestat nëse bashkia nuk investon në infrastrukturë.